Përshëndetje miq të Radio Televizionit Korça, jemi rikthyer si çdo të enjte me mua Enean dhe Petrikën në emisionin ton të përjavshëm Thashë Theme Sport këtu në ekranin e RTS Korçës. Përshëndesim të gjithë miqtë që na ndjekin, zgjedhin të qëndrojnë në këto 60 minuta në ekranin e RTS Korçës. Shpresojmë që të ju argëtojmë sa më tepër me informacionet, me të rejat e fundit të Thashë Theme dhe gjithçka tjetër nga bota e sportit. Ti si je, mirë je? Unë shumë mirë jam. Barcelona jote 4-1. Gjëra që ndodhin janë. Po ndodhin pak si shpesh tani këto javët e fundit. Është edhe vetë drejtuesit e klubit kishin bërë një deklaratë, jo deklaratë, po si thua kishin ngritur tonet pak për ekipin. Për ecurinë sepse s'po shkojnë gjërat ashtu siç duhet. Ti e kupton këtë gjë apo je akoma me euforinë e fillimit të sezonit? Që e kuptoj, janë disa gjëra që shkojnë bëjnë futbollin më të bukur në Europë, por rrezikojmë shumë në mbrojtje. Edhe normalisht ekipet do na kapin pa përgatitur Okej, e kemi në fund të emisionit një pjesë diskutimi enkas për Barcelonën dhe ecurinë e saj. Edhe për Milanin e kemi. Edhe për Milanin e kemi, me kënaqësi do të flasim në pjesën e fundit të emisionit. Tani do ta nisim nga ajo që të gjithë po presin, nga ndeshja Serbi-Shqipëri. Jemi vetëm pak orë larg kësaj ndeshje, rreth 48 orë larg, kështu që atmosfera sa vjen dhe bëhet më emocionuese, gjithçka po shkon drejt finishit dhe po vjen momenti i lojës. Shqipëria duhet të zbresë në fushë, lojtarët e kombëtarës duhet të zbresin në fushë dhe t'i tregojnë gjithë popullit shqiptar që janë të denj për ta mbajtur veshur atë fanell mbi supat e tyre. Nuk e di këtë pjesë, varet a do të jetë trajneri A do ta tregojnë dot? A do ta tregojnë dot, po a do të jetë edhe trajneri i denj për arsye sepse nuk e di, do të jetë trajneri Silvinho që do të hedhë gjithë ekipin në sulm, sepse nuk ka më llogari. Unë nuk e di pse në disa media dhe në disa portale dhe brenda stafit kombëtar është që presioni është mbi Serbin. Po kjo nuk është as pak e vërtetë, sepse ne një barazim nuk na bën punë, sepse Anglia do të luajë me Serbin, Anglia do të luajë dhe me ne. Tash i bie na e ler ne Anglia dhe të mund Serbin. Pa kaluar te llogarit. Petrika, shiko, kjo është nga ato ndeshje që rrallë të vjen rasti ta luash. Okej, do të ketë eliminatore europiani dhe botrori edhe në të ardhmen, por që kur luan me Serbin nuk mund të fokusohesh, po themi, vetëm tek objektivi i grupit. Është një ndeshje një rëndësie të veçantë, sepse luajnë dy kombëtare që ka një rivalitet në shumë fusha të ndryshme. Kështu që patjetër do ndjehet dhe do transmetohet edhe në fushën e lojës. Pra, dua të pyes, ose ta diskutojmë, nuk të kam marrë në pyetje. Shqipëria të shtunën duhet fokusohet patjetër te një fitore që të merret me grupin, me botrorin, apo t'i kushtoj një rëndësi të madhe si ndeshje, si ndeshje caktuar, dhe t'jap një, po themi, një paraqitje që të bëj krenar tifozët, nuk do të thënë, një ndeshje luajtur shkëlqyer me gjitha, domethënë, dhe barazim. Aspekt dhe barazim, jo. Më bën. Pse? Më bën. Po pse? E di pse më bën. Po çfarë do? Po çfarë ja vajte luajtë në Serbi. Varet si shkon. Le të luajë 90 minuta një ndeshje perfekte, të shikojmë 11 futbollistë luan në fushën e lojës dhe në fund le të dalin dhe barazim. Barazim dalim nga objektivi. Po çfarë ska gjë? Ska gjë, ose nuk futen dot botror këta, edhe po të fitojnë në Serbi. Ore, ne tani kemi shanset, i kemi gjasat, le të kalojmë, të zemë në vendin e dytë në grup edhe jemi në rregull. Tani për çfarë më bën mua krenar një barazim ose një ndeshje luajtur në mënyrë perfekte, pa trazira pa gjë. Është ndeshje që thash, luhet një herë në. Po ja dhe këtë konotacion, konotacion sepse nuk je i vetmi, e japin gazetar shumë njerëz. Po i dhat këtë konotacion me një ndeshje rëndësisë së veçantë, barazim. Po nuk futbolli nuk është për histori. Mirë është që të fitojnë, mo, nuk e vjen në dyshim, patjetër. Por që unë do doja këtë, unë dua një ndeshje të madhe nga futbollistët kombëtarë shqiptarë. Unë me këtë do isha i kënaqur. Edhe le të humbim. Po ndeshja që luajt në ndeshje e parë, ndeshje e madhe, një me kështu 0-0. Ajo që u ndërprej në minutën. Jo, kjo që shkoi. Kjo e Elbasan. E madhe ishte kjo. Tiranës. Ndjeve do një si të thua. Po atëherë çfarë kërkojmë ne tani të marrim nga kjo ndeshje? Nuk e ndjeva. Ne nga kjo ndeshje duhet marrim pikën. Po atë po them, nuk dua që të jetë një përsëritje ndeshjes së parë. Dua futbollist që të futen në fushën e lojës dhe t'japin shpirtin e tyre. Kaq dua unë. Le të humbasin në fund. Këtë po them.
Besoj që çdo tifoz shqiptar këtë do Po dëshiron. humbëm prap s'ka kuptim. Po s'ka gjë. Po barazuan prap s'ka kuptim. Aha. E di si që kjo është kështu si Silvinho Japoni. Po flet sikur Si je thot- trajneri. Silvinho thot presioni është te Serbia thot. Neve shkojmë për të bërë ndeshjen tonë më të mirë. Akoma nuk e kupton Silvinho. Ka presion Serbia sepse normalisht kupton Silvinho që duhen 3 pikët patjetër. një humbje do t'i rëndonte edhe ata më tepër sepse edhe ata e duan fitore një lloj siç e do kombëtarja shqiptare. Janë në moment të keq, goditi, ata në moment të keq, qoftë futbollistik, qoftë politikisht është një shtet I cili është pra kaosit momentalisht, e kupton? Dhe në futboll dhe te trajneri, po diskutohet që duhet ta shfrytëzojnë. Na I kanë dhënë edhe mundsinë, domethënë, atë nuk na I dhanë se na donin, këtë mundsinë që të luajmë në një stadium të vogël, ku nga 8000 veta do të jenë 6500, këta 6500 veta do të jenë të gjithë intelektual, gazetar, mësues, pedagog, gjithë avokat, të gjitha. Pra të gjithë, domethënë prestigji I këtyre njerëzve që do të jenë aty qytetit të Leskovacit. Edhe rrethinave do të jenë vetëm njerëz të zgjedhur pra, si të thuash në thonjza intelektual, që do të shkojnë në mënyrë që të shmangin çdo lloj trazire sepse çdo gjë Vučić kishte hallse do shfrytëzoj politikisht. Dhe që të shmangte këtë gjë. Shiko, jam shumë kurioz për më fal që ta ndërpreva, jam kurioz a mendojnë dhe tifozët shqiptar, korçar nga çdo qytet që mund të na ndjekin në këto momente në emisionin ton të drejt për drejt tash e them me sport, kërkojnë ndihmën e regjisë të na shfaq numrin e telefonit në ekran për çdo ndjekës që dëshiron të bëhet pjesë e diskutimit dhe të na jap dhe ai mendimin e tij përpara kësaj ndeshje. Vazhdo, çfarë po thoi për Vučić? Po dha këtë që Vučić nuk do të shtonte, nuk do të shtonte një telash më shumë vete sepse protestat po vazhdojnë në Beograd dhe në qytete të tjera. Nëse do ta kalonte këtë ndeshje në Beograd do të merrte konotacion historik e gjitha këto të tjerat, domethënë do agravoje situata. Serbia u doqje në 2014. Po tani nuk ju intereson. Po le tani u doq sportivisht u humbi pikë, po tani këta njerëzit në Serbi ju ka ardhur shpirti në majtundës. Edhe do ta nxjerrin tani nuk e nxjerrin shumë kollaj. Ai e bëri shumë mirë këtë gjë që bëri. Për veten e tij e bëri, se bëri për ne. Apo se ka mik kryeministrin tonë. Çfarë mund të ndodhë? Nëse mund të ndodhte apo mund të ndodhë? Çfarë mund të ndodhë në këtë ndeshje? Po them që shfrytëzohej kjo ndeshje për huliganizëm dhe për nxitje tifozësh ose të ktheheshin tifozët ta kthenin në kaos këtë ndeshje. Të ndeshjen me Shqipërinë. Ta kthenin në kaos. Po pra, në mënyrë që ti tregonin qeverisë se me qeverinë e kanë, nuk është se do ta kenë me ne ose me pjesë dhe me Shqipërinë ka një lloj. Po kanë, prandaj po them ndizej nga kjo, ishte një si çakmak Shqipëria këtu në këtë rast. Dhe pse unë pa e kaluar muhabetin e politikisht, shumica e Serbisë tani nuk kanë më interes as Shqipëri, as Kosovë, madje janë edhe shumica janë fokusuar në problemet e tyre. Po pra pikërisht edhe thonë këtë tani, më mirë të hyjmë në Europë, ne, dhe le të bëj Kosova çfarë të dojmë me shtetin e saj, Shqipëria me çfarë dojmë me shtetin e saj, sepse ne na intereson Europa, mirë po politikanëve bëjnë sikur I intereson Europa, po në fundit nuk I intereson Europa, sepse nëse vjen Europa të kontrollon, pastaj që të fut në Europë, duhet të marrë 1, 2, 3, 4, 5 standarde. Dhe largohet dhe vetë nga politika Vučić. Të mbetemi te futbolli, më. Prandaj po të them se këto nuk I nuk I kemi ne këto. Janë çështje të tjera. Po të mëftoj do një person politik. Emision politik ose çfarë mund të bëjmë këtu në rreth Shekosha, vi flas edhe për politik, nuk e kam problem. I gjithanshëm, e ke kështu. Mirë, më pëlqen që I ndjek të gjitha fushat e jetës, por që ne do fokusohemi vetëm tek ndeshja. Ja, siç e tham, janë vetëm pak orë na ndajnë nga kjo ndeshje, rreth 48 orë, sepse po afrohet mbrëmja. Kështu që do të jenë 11, vetëm 11 futbollistë do ta kenë shansin të zbresin në stadiumin e Leskovacit. 14 se do ketë edhe rezerva. Patjetër, do jenë edhe 3-4 futbollistë që do të aktivizohen ndoshta si rezerva në pjesën e dytë. Por që këta 11 titularë, le të merremi pak me këta. Pak a shumë të gjithë e dim kush janë. Kështu që ky Silvinho na bën një surprizë. Do kemi, patjetër që do kemi 1 ose 2 surpriza, por që 80% të formacionit besoj që e dim dhe do ta komentojmë tani së bashku, duke I marrë futbollistët një për një. Po në port nuk besoj se kemi dyshime, jo. Plus që 2 portierët rezervë janë të rinj dhe unë me mendoja kështu, imagjino mund t'i vi shansi Mario Dajsinanit, ish futbollisti të Skënderbeut të luaj në mes të Serbisë, po themi një ndeshje kaq të rëndësishme, se mund të ndodhë një karton I kuq apo një
dëmtima, po dhe mund t'i vi rasti të aktivizohet. Gjithsesi ne flasim për Në Porto do të jetë Tomas Strakosha, sepse ka arritur, neve kemi folur, unë kam folur keq për Strakoshën në maj, kur ne kemi nisur emisione, sepse në ai kishte kohë që kishte një rënje të formës ai. Mirë, po tash nëse luan te klubi tënd, fiton vendin, do të thotë që po bën diçka mirë dhe kështu. Ai ka arritur ta fitojë vendin dhe ka arritur të zërë dhe të jetë një ndër portieret më të mirë të Greqisë në këtë moment, kështu që Porta është e pa diskutueshme, po. Pastaj mbrojtja ka probleme. Do të luajmë me 5 mbrojtës, përfshi po themi dhe 2 ansorët, ose do me thënë me 3 qendra, apo me një klasike të thjeshtë me 4 mbrojtës. Unë kam qef skemën me 5 mbrojtësa, kështu si she përmendet di 3. Për shembull që 3 qendra dhe 2 në krah. Unë preferoj këtë pjesë. Që të bëjnë dhe linjën pastaj. Mirë, po nuk di ta luaj Silvinho këtë, dhe pse është, domethënë si të thuash, pjesë e shkollës italiane, sepse atje ka marrë. Nuk e praktikon dot mirë. Është pak si është brazilian në natyrë, kështu që nuk e praktikon, nuk e bën rallë bën trajnerët atë skemë. Duhet të kesh marrë një leksione nga shkolla italiane në mënyrë që ta bësh atë skemë. Nga informacionet e fundit, domethënë që kemi lexuar në rrjet, do të jetë një mbrojtje me 4 futbollistë të rreshtuar, në qendër do të jenë 2 futbollistë shumë të fortë fizikisht, si Arlin Tajeti dhe Berat Gjimshiti, ndërsa nga krah do të luajnë Mario Mitaj në të majt dhe Elseit Ysaj, idhulli jot në të djathtë. Nuk e di se si. Nuk e di, domethënë do t'ja jap fanellën e titularit të Ysajt apo jo, sepse 100% është risk i madh, nuk ka luajtur as një minutë në Napoli. Mund të ketë, domethënë jam i sigurt nëse them as një minutë, mund të ketë, më fal, te Lazio. Nuk jam i sigurt nëse them as një minutë, se mund të ketë hyrë nga minuta 83, 85. Nuk është titullar, kjo është. Po thua se s'ka luajtur fare. Dhe është një lojtar që në ndeshjet e fundit me kombëtaren shqiptare është paraqitur shkëlqyer. Po. Aty kur ka qenë mirë, po ka risk ka lojtar, kur ka presion, kur ka. Shiko, kombëtarea shqiptare ka treguar që gjithmonë edhe me lojtar rezervë ka luajtur dhe kur kanë ardhur në kombëtaren shqiptare mirë ka luajtur. Nuk është Nasser Ali u bë super lojtar. I Dinamos. Po, kur luajti me kombëtaren. Nuk luan Ali. Jo, ta kam llafin që me është kjo që thua ti që po u veshë fanelën, okay, e tregon. Kani, kështu që nuk besoj, nuk ndikon kjo, Ysaj do luaj ti je i sigurt. Besoj që mos jetë Ysaj që na dik eliminator tek 5 radhazi. Mirë, do ta shohim, ndoshta më Ysaj mund të jetë edhe lojtari i ndeshjes, se kështu e bën ai, është i keq i ndeshjes, është më i miri, se të mesme s'ka. Mund të jetë dhe kjo e dyta. Nuk e di, po pa luajtur ne është pak e vështirë, pa luajtur në klubin tënd. Pavarësisht se është një lojtar me eksperiencë, nuk duhet besoj ti fanella e titullarit, duhet ta shikoj vetë trajneri këtë gjë, gjithsesi se di Ysaj është si Ysaj, Mana, Ajeti, janë lojtarë që më duket sikur s'do largohen asnjë nga kombëtarja. Po pra, Ajeti dhe Ysaj janë pjesë e kombëtares të 2016-s që luanin dhe në eliminatore, po luajtën titullar të dy edhe në grupe. Edhe në Europianin tjetër. Kështu që nuk e di, besoj eksperienca, ndoshta këta e njohin. Po mira, Ajeti nuk është mbrojtës i keq, është mbrojtës agresiv që në një atmosferë si ajo e Leskovacit do të jetë, po them, protagonist duke qenë një lojtar i fortë aty në qendër të mbrojtjes. Dakor. Do ketë dhe Gjimshiti në krah. Preferoja më shumë Ismailin, më jep më shumë siguri, luan kampionat prestigjos, luan me ekip prestigjos. Se di pse më pëlqen më shumë Ismaili për këtë atë pozicion. Nuk është e sigurt, domethënë nga informacionet që ose nga ato skemat që ka provuar Silvinho në stërvitjet e fundit, flitet për këta futbollistë. Pra pikërisht Ajeti, Gjimshiti në mbrojtje, Ysaj në djathtë, Mitaj në të majt. Me Mitajn besoj je i qet. Je i komod, sepse më mirë sa ai në të majt kush do luante. Atje po, te Mario Mitaj jemi të qetë, sepse është vetëm një lojtar. Edhe për Gjimshitin besoj se ka ndonjë. Po. Jo, edhe për Gjimshitin nuk ka. Pastaj te mes fusha do ndalesha pak tek 3 futbollistë do të luajnë. Aslani i Torinos ka bën një paraqitje të mirë, po luan çdo ndeshje, ish besuar fanella titullarit dhe e kemi në formë. Po, Aslani është në formë dhe unë mendoj se Aslani do të jetë ai që do të marrë rolin kryesor të mezit të fushës. Do me thënë shpreson në një ndeshje të madhe mirë nga Aslani, sepse po që ai në formë, do të thënë do ajo
organizatori kryesori i lojës Kuqezdi. Okej, dhe do të ketë 2 motor pas vetes. Edhe regjia na ndihmon me një plan të Aslanit tek ekipi Torinos. Këto ndeshjet e fundit kanë qenë të mira për Aslanin, por jo për ekipin e Torinos. Dua të them edhe diçka, ka fituar një penalti, ishte ndeshja 3-0, mos gaboj me Atalantën, po mundesh e Torino dhe fiton një penalti ekipi Torinos, po shpresoja që do t'ja linin Aslanit, e gjuan Duvan Zapata dhe e humbet. Po, ndërkohë që Aslani mund të ta kishte shënuar edhe gol, kështu që mendoj që do të jetë Chelsea i mezit të fushës dhe nëse ai është ajo që thua ti, nëse ai është në formë Aslani, atëherë do të ketë lojë fluide, po. Ndërkohë për krah ti do pritet të luajnë Qazim Laçi, një lojtar që gjithmonë vendos shpirtin në fushë, sa herë që zbret, besoj bëjmë dakord me këtë pjesë dhe Julian Sheu. Julian Sheu është, mund të themi që është në formë. Është një lojtar që kemi besim dhe tek Sheu. Një mesfushë e kompletuar me muskuj, me fantazi, besoj se s'do të ketë ndonjë ndryshim. Nuk besoj se do jenë, domethënë, nëse marrim një të përgjithshme ose marrim karakteristika ose marrim statistika, këta të tre kemi mesfushorët më të mirë, më potent për të qenë në 11. Edhe pse me Don Berisha po bën mirë te Lecce, Ramadani po bën shumë mirë. Se di, ka ftuar edhe Nazmi Gripshin këto. Po, e ka thirrur së fundmi. Po, së fundmi. Që mund të jetë një alternativë në krah të sulmit. Në sulm, ai gjithsesi. Sepse mesfusha është e kompletuar. Pash disa statistika të Gripshit ishte interesant sepse ishte lojtari me më shumë pasime të sakta në Azerbajxhan dhe lojtari me më shumë pasime të sakta topa të gjatë. Domethënë këto dy statistika i kishte Gripshit, domethënë ishte lojtari i dalluar për këtë. Në 11-ën e më të mirëve. Lojtari ne njohim se kemi pasur pjesë të Skënderbeut për 2 sezone mos gaboj dhe Gripshi është një lojtar sulmues forward përpara ku duhet të triblojë që të pasojë për shokun. Tash statistika lojtari më i mirë për pasa apo lojtari më i mirë për topa të gjatë, do të thotë që nuk ka për Gripshin ai. Çdo trajner lojtarit i merr më të mirën e tij të mundshme. Tani Petrika, trajneri i Astanës, ku aktivizohet Gripshi, mund të ketë parë te Gripshi disa cilësi që ai ka ndoshta më të mira, qofse luan disimi trequr, po themi mbrapa sulmuesve. Kështu që bën ato pasime. Të kujtoj një rast më shumë i lezetshëm dhe shumë domethënë i bujshëm. Andrea Pirlo, para se të shkonte te Milani, ku ka luajtur? Te Inter. Te Inter, te Juventus i ka marrë të gjitha këto. Juventus i luajti vonë para se të vitet te Milani, gjithë ai mesfushor nga më të mirët në botë, padyshim. Luante te Interi dhe luante trequartist mbrapa 2 sulmuesve. Tani, aty ishte totalisht dështim, sepse një lojtar jo shumë i shpejt, pavarësisht fantazisë që kishte, e merr Ancelotti te Milani, viti 2001 mos gaboj, dhe i gjen pozicionin e dur, e vendos në regji. Dhe thot, ti këtu e ke vendin. Dhe aty ai bëhet lojtari ndoshta mesfushori më mirë në botë nga më të mirët në histori. Kështu që thjesht po them, lojtari duhet të gjesh pozicionin. Kështu që Gripshi mund të jetë më mirë, pak më i trequr mbrapa, se dakord e kemi parë sulmues me Skënderbeu në Kosovë, me Ballkanin ku ka luajtur këto, por ndoshta mund të vijë një moment që i ka gjetur një pozicion të ri dhe mund të jetë më efikas. Këtë po them. Shumë mirë, është një alternativë për pjesën e sulmit, sepse pak duam kemi kaluar te sulmi, sepse sulmi është aty ku presim shumë. Jo, presim shumë, se Stret Qameti. Broja është i marrim pak, atë do doja. Ti analizojmë pak futbollistët me radhë. Broja është rikthyer, është në dispozicion. Nuk ka 4 minuta me ekipin e tij. Nuk po luan këtë po. Po prapë unë besoj se Broja do të jetë ai që do të ketë, siç do të kishte çelësat e mesfushës Aslani, Broja do të ketë çelësat e sulmit, kështu që do të jetë lojtari kryesor, do të presim shumë nga Broja në këtë ndeshje dhe kam besim që Broja mund të bëjë diçka dhe po dëgjojnë disa analistë sot të këta teknik taktikës që flasin, është që Broja mund të kapë gjatë ndeshjes diku në 7 deri në 8 topa, pra në përpjesë, e kupton. Tani ideja është këtu, që Broja këto 7-8 topa mos i kap në mes të fushës ose i trequr, ti kap aty përpara që të ketë mundësinë, pra duhet punoj ekipi që të shkojë te Broja, domethënë jo të vej Broja që të marr topin, mirë, po Broja ka atë egon e tij dhe kur e shikon që gjithë gjërat nuk shkojnë mirë, kthehet mbrapa. Dhe po e mori topin që mbrapa prap e ka të vështirë të depërtojë pastaj dhe të shkojë drejt zonës reptësisë. Okej, për Brojën pra mund të themi që është pjesë e formacionit pa do diskutime. Pjesa tjetër pasaj do të shikojmë se si
janë marrëdhëniet e Bajramit me Silvinho, po sepse te Bajrami duhet të ndalesh. Ky në miqtë e Silvinhos, Bajrami. Është lojtar që Silvinho e preferon shumë dhe ka të preferuar dhe në fakt ai me thënë drejtën ja ka shpërblyer në shumë raste. Ka shpërblyer, ka arritur të bëj gola gjatë eliminatorëve, pastaj edhe në ishte edhe autor i golit në titullar në Dim Bajrami. Besoj se mund të jetë duke njohur Silvinho që këta miqtë e tij nuk i lëvisin. Nuk është se miq tani, nuk besoj se i ka miq. Mund të ketë preferuar. Mund ta ketë, po nuk është në fond. Ore, është ideja këtu. Bajrami dhe Hasani, ky i besonte sepse këta ishin lojtarë të cilët mund të nxirrin gol nga hiçi. Kur s'luan, kur s'bën. Janë lojtar trajneri këta, trajneri ditë të gjej në të mirë. Ka studiuar ekipi kundërshtar, ka shkollaj. Po ai ka studiuar, po Bajrami mund ta kenë llogaritur që s'do luaj titular, duke parë që s'po aktivizohet me klub. Prap nuk kemi ka aktivizojmë në atë krah, vetëm mund të aktivizojmë Arber Hoxhën që është i momentit në Kroaci. Po, edhe ai mund të jetë, mund të ketë një fanel titulari. Edhe të lesh Bajramin në stol. Besoj, ndërsa nga ajo që flitet, nga ajo që kemi lexuar, nga ajo që kemi parë në stërvitjet e fundit kombëtares, mund të jetë surprizë rikthimi i Yasir Hasanit si titullar. Paktën, kështu thon thashë themet më të fundit. Interesante do jetë, shumë interesante me një lojtar më pak i bie timi pas sa. Po, me 10 lojtar sepse duhet të presësh të dal topi i Hasanit, ta juaj që të gjoj Hasani, po do ta bllokojnë po i doli një. Nuk të lejnë ata tash, jo. Nuk mund ta bëjnë këtë gabim serbët. Jo, më mirë, dakor. Unë oftoja mund të luante Brojan Kratdjafte dhe Dakut i bësosh e fanella titullarit, po që. Shkomo ne kemi edhe një lojtar tjetër të mirë, shumë të mirë në kombëtaren shqiptare, pjesë të kombëtares, madje ai ka debutuar, është Anis Mehmeti, po. Që luajnë në Championship, mos gaboj. Unë se kuptoj pse nuk jepet mundësia. Dhe është një lojtar që to muajt e fundit ai po bën namin ande me gola me paraqitje shumë të mira, por këtu me sa duket Silvinho nënvlerëson Championshipin anglez. Po të nënvlerësosh Championshipin anglez është ke nënvlerësuar kampionatin e 6 ose të 7 në botë më të fortë. Aq niveli i lartë. Pas 5 kryesoreve që vinë që janë Angli, Spanjë, Itali, Francë, Gjermani që janë në pesë. Vjen Portugalia, Portugali dhe Hollandë. Championshipi përpara 3 vitesh nea ishte i 6-i në botë. Tani ndoshta e ka rënë pak, po pagesat që kanë në Championship. Fitimi, çfarë cilla i fitimi? Mënyra se si luhet, është futboll anglez. Shumica e lojtarëve anglez. Mënyra se është një nga kampionat më të forta në botë ai. Kështu që duhet i besonte Silvinho. Tani ai po bën mirë aty. Po, s'ka asnjë logjik të marrësh Manajn përpara Anis Mehmetin. Nuk e di, se Silvinho thot këtë, për shembull për kampionatin Turqi Super League 2-shin, domethënë kategorinë e dytë të Turqisë, unë nga këtu nuk dua lojtar. Dakor, në rregull, e ke vënë këtë, domethënë këtë parim, nuk do lojtar. Tani nuk merr nga kategoria e dytë, po merr nga kampionati i Dubait. Jo nga Emiratet e Bashkuara, se ata e kemë Manajn ti. Tash shkon ti ai luan në Dubai, më zotri. Aty në Dubai janë këta shefat, bosat e mëdhenj të Dubait që ju bie rasti të vënë një fundjavë në stadium apo s'ju bie. Se njerëzit të tjerë në Dubai nuk të shkon njeri në stadium, është vend. Janë më i kemi parë në për janë stadium, jo, nuk shkojnë në Dubai. Ne ata shkojnë në Dubai kur mos kanë çfarë bëjnë në atë vend. Nuk ka futboll. Apo nuk ndërtuan edhe stadiumet e botrorit 2022. Janë ishin të Katarit ato. Po nga troj. S'ka problem. Pra, po them këtë që këtyre ata që jetojnë në Dubai nuk ka futboll. Nuk ka futboll fare. Aty luan Manaj apo jo? Po çfarë? Ky kur erdhi në fillim tha një rregull të tillë, tha që pas Turqisë, që domethënë pas urës së Bosforit ku është Stambolli, ose pas Turqisë, dhe këtë nuk do të kishte të thirrur kur në Iran, në Azerbajxhan, në gjitha çajna ato. Tani po ky po merr. Hasani nga Irani. Të fundit domethënë kur veten në Dubai ke vajtur fare në lindje, e kupton? Edhe pak edhe del në. Po mirë, janë lojtar që ky i ka parë në vazhdimsi, i ka humbur penalti. Mana ka humbur penalti, Mana ne futet të 3 ndeshjet në Europian, të 3 ndeshjet nuk bëri asgjë. Për pak bëri gol me Italinë dhe të barazoi ndeshjen me një pik. Për pak. Pa mo i kapi këtu Donnarumën, ja këtu e ka. Po mirë tani ke 8 ndeshje që luan, një për pak ke bër. Nuk ke bër asnjë gol. Një për pak gol. Tash penaltia dhe penaltia është lojtar që penaltin humbe penaltin në ndeshjen më decisive. Po mirë, gjithë humbin penaltin në ndeshjet decisive. Po mirë, jo mos e. Ore vërtet, e humbin penaltin. E humbin Lewandowski çonim ndeshjen 2-2 aty ku do të kapësh ti. Do flas.
Po tani ti një lojtar që nuk e ke treguar, madje nënvlerësove dhe ekipin e Letonisë kur dole aty në konferencë për shtyp, tha si mendoni juve, tha se luajm kalçeton e këtu. Pra, Manaj është një lojtar që është e pamundur që ai lojtar të jetë në formacion, është jashtë çdo lloj logjike që të krumbullohet, pa le të jetë formacion dhe gjasat janë që përsëri Manaj do kemi do luaj po çfarë thua, kështu po vete kjo po ndani. Derisa të zhduken këta trajnerët që din italisht, se ky s'është italian po di italisht. Dhe Manaj këta që din italisht. Ka një shkollë italiane. Ore me këta që din italisht Manaj e ka kështu. E ka grur muhabet. Po. Ju vetë çfarë come stai bene. Është një hipotezë në fakt që Rej Manaj mund të jetë titular për krah Armando Brojës në këtë ndeshje dhe ne dim Bajrami mbrapa tyre, nuk e dim 100% sepse normalisht është Silvinho ai që do të vendos në fund pasi ta shoh edhe një tjetër gjendjen e gjithë futbollistëve që kanë në përbërje, por që hipoteza është që do të luajë edhe Rej Manaj. Unë nuk e di pse ti ke kaq inat, është një futbollist potent, një futbollist një sulmues i fortë. Unë kam inat, unë atë lojtar që s'më ka dhënë, pa tani Anis Mehmeti apo Rej Manaj? Shiko, unë Anis Mehmetin e kam parë shumë pak. E njoh shumë pak. Shikoj vetëm to statistikat, 14 gola, 15 vitin e kaluar. Po, domethënë statistikat tregojnë që është një futbollist shumë i mirë. Shumë i mirë. Kurse edhe Manaj shënon në Dubai. Po Dubai, Dubai nuk ka futboll fare bre tani se nuk di si ta shpjegoj. Është puna këtu, aty janë vendi paras, bre vendi lekëve tani. Aty vjen për gjëra të tjera, nuk vjen për të parë futboll. Po. Futbollin e ka Europa tash. Okej, gjithsesi tash janë futbollistë Asani, Mana janë të trajnerit këta. Janë trajner Djemkat e janë çunat e trajnerit dhe ai do t'i marrë dhe ndoshta mund t'ju besoj dhe. Po edhe titullar edhe Tigë edhe Silvinho se na mërziti se s'ka më ku vete kjo kështu situatë. Nuk të pëlqen. Po ja është e papranueshme. Un kam qenë i pari madje kur ke drejtoje emisioni para 2 vitesh mos gaboj me kur ishte Europiani që e drejtoje me kolegen Eva Mara. Kemi bërë një bisedë telefonike së bashku dhe unë kam qenë i pari që kam mbështetur trajnerin edhe kur zgjodhi listat që kritikojnë. Po këtë ke problem, ti e ndryshon shumë shpesh opinionin tënd. Mbaj një opinion, pse e ndryshon? Për sa ta mbaj opinionin unë? Po ti isha i që thoje Silvinho na çoi. Për Silvinho zbetohesh. Po pra, Silvinho bravo i qoftë na çoi në Europian, objektivin e arriti. Me të majtën e Hasanit. Me të majtën e Hasanit na çovi Silvinho, nuk ja u dha poshtë. Mori ata lojtar që deshi, ashtu e ndërtoi lojë, na la pak dishje të idhur sepse mund të bënim një ndeshje shumë më të mirë në Europian. Okej, edhe këtu unë kisha një lloj mbështetje. Erdhi puna në Nations League. Prapë nuk e gjykova edhe në Nations League sepse është një kompeticion që më mirë që zbritëm sepse është një formulë që na favorizon sepse shkojmë në play-offi. Gjithsesi do ta sqarojmë një ditë tjetër. Është këtu ideja tani që tani po filloj, që unë po kuptoj që ky trajner i ka mbaruar cikli, i ka mbaruar, nuk ka më nuk ka çfarë jep fare. Ska dhe po arrita ta shumë këtë. Do të thotë s'ka më shpresë sepse unë zakonisht mbahem për pak natyrë optimiste kur aty ku dua. Po arrita ta thash, ka mbaruar. Madje edhe me shok kam ju dilni akundra sepse ka kohë që miqtë e kanë konstatuar që ky ka mbaruar. Ti më sa kam kuptuar ti je një tifoz shumë entuziast në momente kur ekipi luan mirë dhe një tifoz që të gropos kur ekipi është në ditë të vështira. Në ditë të vështira ka ke shumë kohë që në ditë të vështira. I mirë fill tifoz kur jemi mirë, ajt të bëhemi edhe kur shumë gabim e ne tani nuk faleshin pikët me Letonin, nuk faleshin pikët. Me Serbin bëre lojë shumë të mirë. Duhet të kishe guxuar dhe më shumë. Ky nuk guxon bre ne ase. Le të luaj një lojtar, le të luaj një ekip. Le të sulmoj më të gjitha tipet të gjitha. Nuk më pëlqen fare as mua Silvinho. Jo vetëm mua, po unë do doja të kishim edhe shikues që të bëheshin pjesë dhe të na jepnin opinionet e tyre, po shumë micës jam i bindur që Silvinho nuk i pëlqen dhe normalisht nuk është për të pëlqyer sepse po na tregon këto ndeshjet e fundit që nuk po na mërzit. Po edhe kjo miqësor jam me kë luajtëm para në një muaj me Gibraltarin luajtëm. Tmerr një lojë e tmerrshme. Kështu që patjetër që do të ik, por është një trajner që punoi mirë kur erdhi në fillim dhe nuk e di pse e lëshoi kështu kaq poshtë po themi, sepse ndërtoi një ekip shumë të fortë, u bë një ekip i besoi vetë Hasanit, Bajramit, e mori Hasanin nga Korea. Okej.
jashtë përbërë. Rezultuan efikas. Patjetër, pra. Megjithatë të shohim si do dalim pas nesër me Serbinë dhe pastaj Duka e tha presidenti i federatës që e ardhmja e Silvinjos do të varet 100% nga kualifikimi në kampionatin botror. Kështu që ai po sa arriti do t'i bëj dëm vetes së tij dhe do marr valixhe. Në këtë ndeshje për ta mbyllur, në këtë ndeshje ka mundësinë që të tregoj që të bëj një lojë sulmuese, le të humbasë. Si do jeti friksuar apo do fut? Po do jeti friksuar se ka presion kjo ndeshje presë. Do tregoj të kujdesshëm. Mund të turprohet me golat. Po. Kjo është ideja. Dhe këtë ka Afrika ai. Dhe këtë ka Afrikë sepse është edhe ky opinioni sportiv që s'të lej tani domethënë është presioni ndeshjes që s'të lej. Okej, ndërkohë kemi një telefonat na bëjnë me sinjal nga regjia, një shikues që do të jetë pjesë e diskutimit në emisionin ton. Alo, përshëndetje. E kemi apo jo telefonatën, Elvis? Alo? Me sa duket, do të ketë e paskër kemi. Alo? Alo? Do jetë një që është bërë pishman edhe... Ose ndoshta do jetë një që shante Silvinjon e sham ne edhe tha lere se s'kam çfarë të them ashtu. Okej. Mirë, erdhëm shumë shpejt në edhe zauruam gjithë atë bllokun e parë të kombëtares shqiptare, jemi vetëm mua më kanë kapur këto emocionet e para dhe mezi pres ta shohim kombëtare në fush pas nesër në mbrëmje. Do të jetë një ndeshje e gjitha për të shijuar, patjetër. Shpresojmë shumë në ndeshje të madhe nga futbollistët shqiptar dhe shpresojmë shumë në një fitore që do të na marrë në lojë. Alo, përshëndetje, paskër kemi atëherë një telefonat. Alo. Nga na flisni? Përshëndetje. Përshëndetje. Alo, po, na dëgjoni? Unë të ngjoj, po ne po flet njëri tjetër atje në studio, nuk e di. Ska gjë, janë probleme teknike që ndodhin. Tani ne dëgjohemi. Ulja pak zërin televizorit, të lutem, dhe flasim bashk. Po. Ja, alo. Po, na thuaj tani, ishim duke folur për kombëtaren shqiptare, ty si të duken, si mendon se do dalim me Serbinë? Sa për kombëtaren, formacion me gjithmen e di trajneri, edhe ai do ta vendosin fundit, por është problemi këtu që neve pa ofendu njeri, kjo punë nuk bëhet kështu me ofendime, bëhet kështu që nuk paska futbollista ose ish futbollista të mirë Shqipëria që të marrë drejtimin e ekipit se i dhem më shumë. Mendoj unë. Patjetër. Nuk jeni, do me thënë me sa kuptoj, nuk është se ju bindë Silvinjo. Ai djali aty tha që Silvinjo si ka iko, masa i ka ik, deri këtu është se çdo gjë do rotacion edhe nuk e di. Po mu më duket sikur se edhe dikur për shembull para shumë viteve këto futbollistat tonë me emër pa emër, edhe pa emër kanë qenë gati të fitojnë edhe në Gjermani. Me rezultat 3-2 apo 2 edhe me gol gjerman të diskutueshëm që apsaq ose jo apsaq. Apo jo. Okej. Ju besoni se në Shqipëria pas nesër do të marrë një rezultat pozitiv në Serbi? Ja. Kështu e mendoj unë, kështu që ai djali ka i parë të drejtë, kështu që duhet mendu mirë kjo nga federata, nga kush e ka dorë, po se ne thjesht jemi qytetarë dhe E ka ultimatumin ai. Zotri, ka ultimatumin trajneri nga presidenti Duka dhe nëse nuk e kualifikon dot Shqipërinë në botror është automatikisht i larguar nga stoli kombëtares. Kështu që e ka të qartë se çfarë do ndodh me të nëse nuk na kualifikon në botror. Faleminderit. Faleminderit. Tifoz që nuk Zotria bëri një konstatim shumë të saktë sepse tha kështu, tha nëse do të jetë një trajner shqiptar do ta kishte edhe më të madhe peshën në këto ndeshje. Ndjesinë e fanelës, plus edhe në këto ndeshje. Një trajner shqiptar do ta përjetonte shumë më shumë dhe do ta zgjidhte në mënyrën etik të lloj ndeshje, po që Zotria e ka pisakt në mënyrën e ndjenjave këtë pjesë dhe unë dyshoj se ky Zotria do ketë qenë nga Elbasani, dialekti ishte nga Elbasani dhe ne i falenderojmë të gjithë ata që na telefonojnë, sidomos nga qytetet e tjera
që bën pjesë e televizionit tonë për të dhënë mendimet e tyre dhe i ftojmë të gjithë për të diskutuar qoftë për pjesën e parë që ne kishim kombëtaren shqiptare, po dhe për pjesën e dytë për kategorinë e parë, po. Futbollin korçar, futbollin e Tani duhet na telefonojnë këta korçarët. Okej, por fillimisht do të shkputemi vetëm për pak çaste publicitet dhe do të rikthehemi me pjesën e dytë të emisionit Tash e them sport. Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë të emisionit Tash e them sport me mua Enean dhe Petrikën. Do të flasim tani për futbollin korçar, për futbollin vendas, për rajonin, janë disa ekipe nga i gjithë rajoni Korçës që luajnë futboll, që ka futboll, që kanë tifoz, kanë lojtarë të talentuar, ka dëshirë. Pra është jeton futbolli. E nisi me Skënderbeun, fitua me Kuksin, një ekip që duket se nuk po njeh rival dhe po ecën me hapa shumë të sigurt drejt kategorisë së parë. Tash un kam kënaqësi kur nuk është se më pëlqen kur ti del bluff, nuk është se gëzohem. Se kam dalë bluffun? Po ke dalë se the me këtë ekip Skënderbeu the jo që s'ngjitet dot the po mos ne flasim në maj nuk kishim ne bëm edhe atë ndeshjen miqësore kundër qershor bëm emision qershor ne bëm emision korrik ne ke i morë 2-3 elementë tani me atë që është asnjë morë gjatën ke marrë ti se duron dot. Po kush tha morë nuk më duket akoma morëm Abubakar që është një super lojtar për atë pozicionin. Pastaj jo ta mbaroj se më duket si kështu, nuk është se gëzohem kur ti del bluff. Jo mos është se kam dal bluffun. Po bluff ke dal se the nuk ngjitet Skënderbeu them me këtë ekip. Nuk kam thënë, ore, më vjen shumë keq ne. Unë nuk kam thënë kurrë që kur e nisim kështu zjarr, jepi. Nuk kam thënë kurrë që nuk ngjitemi. Ne do shkoj si do shkoj puna kam thënë. Po nuk ngjitet madje flisnim edhe me tifozë që na merrin në telefon dhe thoshin na pëlqen shumë Petrika me këtë ekip. Ne loqës ngjitemi dot jo, po ne do lëm nam në kategoritë pare, do luajmë tmerë, do luajmë. Mirë, tash si të thash, ndjesinë brenda vetes time unë kisha të sigurt që shkonte puna, ne do ngjiteshim. Dhe ne deri tani kemi patur një kalendar. Nuk bën ekipi thosh. Po prit një sekondë, se s'bën mo ekipi, po nuk bën ekipi. Si s'bën, po fiton ndeshje për ndeshje. Po një sekondë ta shpjegoj tani ndeshjet brenda ne nuk do të diskutojmë. Dhe ashtu është që ndeshjet brenda neve dhe kur s'kemi patur ekip, çfarëdo që të ndodhë në ndeshjet brenda, që s'do fitojmë dot në Burrel, s'do fitojmë dot në Kavaj. Po jo, kur të luajmë jashtë, atëherë do dalim me konstatimin. Kur të luajmë jashtë, unë po të them këtë, ne nuk kemi një ekip që argëton, ne kemi një ekip që merr pikë. Në kategorinë e parë nuk është se të argëtojnë shumë ekipet. Ore nuk kemi ekip bindës. Po nuk ka mo cilësi në kategorinë e parë. Kjo është, ndaj unë të thoja që me këtë grup që ka Skënderbeu, me këta lojtarë që ka Skënderbeu, do bëj si do bëj, do ngjitet në superiore, edhe pastaj merkaton e verës së ardhshme, shohim e bëj. Po mirë, ma dakord. Deri tani nuk na ka argëtuar ky Skënderbeu. Nuk është se kemi super ekip. Mos prit të argëtoj. Mirë, në rregull. Prit të ngjitet në kategorinë superiore. Atë as e diskutoj. Domethënë brenda vetes time këta unë ndjenja ama ti e nënversove. Po ti e nënversove si klub kategorinë e parë. Ti Skënderbeu si klub apo si kampionat? Si klub ne e kemi nënversuar. Jo unë, Skënderbeu. Jo Skënderbeu. Po ne e kemi vlerësuar totalisht me këtë skuadër kategorinë e parë. Po fati ton që po Gradeci dhe pse hodhi shumë lek për këtë kategori nuk po i ec. Do t'i ecë ndroj dhe trajneri. Pra ja kemi telefonues, kështu që le të dëgjojmë, bëjmë se më pëlqen kur. Përshëndetje. Nga Burreli ju morim, nga Ulta. Bravo. Ja se sa po thonim që do na mund Burreli kur të shkojmë në Burrel. Shiko pra që Burreli u merr se unë atje në Korçën po dhe ushtrinë mër. Tani do na mundni kur të luajmë në Burrel apo fiton Skënderbeu? Si mendoni? Dëgjoj. Realiteti mbaj ka te veni tim por shef kam dhe për ju se atje po ushtrinë, atje kam për kryerinin. Kam presat më të mira të respektin më të madh. Të falenderojmë shumë që na ndiqni që nga Burreli. Ju falenderojmë shumë. Tash sa për kombëtaren. Okej. Po, okej, rikthehemi me kënaqësi. Me qoftë se këtë radhë nuk marrë një fitore, njëra i trajneri të zhduket nga këtu. Po patjetër, sepse atë po thoshim që të gjithë presim. Unë vend që ta zgjute një më të mefshin ai që mori hysa, dhe tjerët, voti ala tjetrit e ja fali vetë me dashje. Shiko, të gjithë... Edhe unë që nuk jam sportistës, atë gol do kisha bën vetëm nga inati me Serbin. Po, më pëlqen. Po, ishte sporti, është mirë të lidhë i shtetet e njerëzit se është sport. Për ne i thonë sport e muzika këta,
janë të tjera. Po, Shpresojmë- rasizmin e tyre. Shpresojmë Nuk do shumë t'ja prejnë kush. Shpresojmë shumë që të kemi një ndeshje të madhe në Serbi pas nesër dhe të fitojë kombëtarja shqiptare. Do zotin që ose s'na kanë shqit për para, po 99% thonë që do fitojnë. Të lumt goja. Faleminderit shumë zotri, që të na përshëndesim. telefononi, Tjera që në burrel, po t'ju njoh, po t'ju shikoj, kajnë kafe ja o ja. Të falenderoj. Faleminderit shumë. Respekt, gjithë të mirat ju urojmë. Shëndet. Kalofë si mirë, e Faleminderit, pas Rofsh. jetë e lumë të zoti u ruaj. Rofsh. Faleminderit. Një kënaqësi e veçantë, një telefonues. Sa duket ka një telefonat tjetër, sepse po dëgjoja pak telefonin apo jo? Ja, Kemi do telefonat na i tjetër apo bën jo? besoj me shenjë Elvisi nga regjia okej. në momentin që do ta kemi, kështu që ne vazhdojmë diskutimin. Po thoja, Shiko, e lemo buri, dhe ose nuk e gjejmë dot, më duket sikur përsërisim në njëjtat fjalë çdo emision për Skënderbeun. Do ngjitet. për të ngjitur do ngjitemi. Kaq. Por kur të shikojmë Skënderbeun jashtë fushë, Do kemi një panoramë të qartë patjetër. për gjendjen e Atje sportit. po që mund të trishem. Jo, jam me ty, Atje patjetër. po që mund të trishem, Jam me okay, ty, Skënderbeu ka një ekip. Besoj që dhe në transferta do di ti marr me një gol 3 pikët që i duhen. Kështu që Të shikojmë. do flasim, e lem kështu si të hapur për në vazhdim. Okej. Tani kalojmë tek Pogradeci sepse ka ndryshuar trajneria. Elvisi tani na bën me shenjë që e kemi një telefonues tjetër. Përshëndetje. Përshëndetje. Urdhroni. Përshëndetje, nga po telefononi. Përshëndetje. Nga Gjirokastër. Po. Atë sulmusin e keni shumë Nga të mirë. Gjirokastra. Atë sulmusin e keni shumë të mirë atë Martins. Do t'ja u Ra marrim pa ju ne. përshëndes juve. Po. Po. Ka një vonesë. Ka një vones, po. Edhe kombëtarja inshallah fitoft. S'po dëgjohet? Ka një problem. Ose sa për kadrolin e parë Skënderbeu në Gjirokastër të ketë kujdes në ai sulmusi. Po, atë do t'ja u marrim në merkaton e janarit sepse na kujton Bernard Berishën me lëvizjet, ngjiste pak në ecje dhe në lëvizje. S'po dëgjojmë? Është duket që ka probleme kjo U telefonat. lum ta merri se Skënderbeu e meriton në superiore. Të falenderojmë shumë Faleminderit zotri shumë. që na ndjek që nga Gjirokastra, të përshëndesim shumë dhe mund na telefonosh dhe në emisione të tjera. Suksese, faleminderit. 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 E interesante që kemi telefonata nga gjithë gjithë Shqipëria. qytetet. Elbasani, atë Elbasani nuk është se ishte zyrtare, po që Po thjesht ne konfirmuam me anë të llogaritje. delegit, po. Pastaj Ose- shkuam në veri dhe tani zbresim prapë në jug. Në jug, shumë Kështu që mirë. është i faleminderit me sa duket. Që ka dita e telefonatave dhe vazhdojmë të kemi një tjetër shohim nga cili qytet. Besoj nga Korça. Vetëm nga Korça s'kemi sa. Alo. Alo, përshëndetje. Nga na telefononi. Nga Librazhi. Okej, Shumë mirë. që kemi komshin. Nga Librazhi. Po. Po. Po, duhet flisë ose të ngjohë bëjkës të tjere të kodë, pa ne duhet flisë për ne. Po, urdhroni, po vetëm ulini zërin televizorit dhe flasim bashk. Okej, në rregull, pa tjetër. Dëshironi të flisni për kategorinë e parë, për Skënderbeun, Apo për për kombëtaren, çfarë keni? Skënderbeun edhe për kombëtarën të Spullën Mbrëmje. Po, na thuaj. Doja që kombëtarja të marrë fitoren të Spullën Mbrëmje. Do t'ja arri dot? Jeni optimist? Po, thënë që doja rri. Okej, ndërsa për Skënderbeun si u duket këtë sezon? Do të ngjitet në superiore apo jo? Skënderbeu si ekip nuk është e keq, por duhet të arrijë superiore. Me Librazhdin ç'bëhet me Sopotin? Ku në kë kategori është? Librazhi shumë dobët. Dobët, ha? Nuk ka investim. Se në Skënderbeun edhe me kombëtarë. Okej, zotrit, falenderojmë që na ndjek, falenderojmë që u bëre pjesë e emisionit ton, shpresoj të dëgjohemi sërish. Të përshëndesim. Faleminderit, mirupafshim. Gjithë të mirat. Pra, mungonte Shqipëria e mesme, e çuam me Shqipërinë e mesme, kështu që jemi shumë në rregull. Që ka dita e telefonatave dhe na vjen vërtet mirë kur shikojmë që RTS Korça Po. ndiqet në gjithë Shqipërinë. Nuk ka kënaqësi më të madhe për ne që punojmë në këtë televizion.
Petrika, nuk e mbaruam dot. Emiliano Çela merr drejtimin e Pogradecit, largohet Mema. Vjen një trajner i ri, një djalë i ri, një trajner me, po themi, me agresiv në thonjza, një me grind. Një tjetër telefonat? Që nga dita e telefonatave. Okej, mirëpresim. Përshëndetje. Alo, Po, urdhroni. alo. Ju dëgjojmë. Urdhroni. Mirëmbrëma, jam një qytetar nga Shkodra, ish futbollist i dikurshëm. Nga Shkodra i flet. Na thuaj emrin, ndoshta të njohim me kënaqësi. Fatmir Gorori nuk njeh, më kam luajtur në kohën e Gjeshkushit. Okej. Okej, ndoshta të njohim prindrit tan. Faleminderit që je pjesë e emisionit Thashë the me sport në radio televizionin e Korçës. Jam duke ju nik me kënaqësi. Po? Jam duke ju nik me kënaqësi. Edhe debatet që keni, bajnë mirë futbollit. Po. Ju dy. Faleminderit. Atëre, çfarë mendoni për ndeshjen e së shtunës për kombëtaren? Korçën e kam në shpirt e kam në zemër. Do fitojmë me Serbin apo jo? Për ditën e shtunë duhet me kenë objektiv. Po. Për ditën e shtunë duhet me kenë objektiv. Me kom tok. Me kom tok. Po? Na dëshirojmë me të madhe vizitu Shqipnia, as diskutohet. A i kemi shanset për ta fituar? Si mendoni? Por, ndeshja është shumë e vështirë. Na dëgjoni nga telefoni, zotri. Shanset... Ulani zërin televizorit. Do t'isha i lumtën me një ndeshje të bukur. Atë që thash unë. Po. Më thoni ndeshje e bukur në këtë situatë, ama Petrika, seriozisht. Ekipit ton. Të shpresojmë shumë që të kemi ndeshje të madhe nga lojtarët e kombëtares shqiptare, sepse vërtet realisht duam që të shohim një Shqipëri të fortë në fushën e lojës dhe lojtar që ta ndjejnë fanellën. Do t'isha i kënaqur edhe unë. Shpresojmë shumë. Ju faleminderit. Ju faleminderit dhe ju urojmë shëndet. Ju përshëndes nga zemra të dyve, jeni të mirë. Faleminderit. Gjithë të mirat. Faleminderit, respekt. Telefonues të veçantë, duket që qenë ka dita e... Tani po presim jashtë kufive tani. Okej, nuk i dihet, mund të ketë. Se shkuam nga Shkodra në Burel, në Elbasan, Librazh, Gjirokastër. Gjirokastër, këta të Korçës, këta... E kemi dhe një tjetër Elvisi. Ky është nga Korça tani se s'ka. E ka lënë në ëmbëlsirën për në fund. Përshëndetje. Alo. Përshëndetje. Urdhroni, që nga një zonjë apo është... Mirëmbrëma, në rast të parë flas nga Korça? Po. Shiko, vetëm ulja pak zërin televizorit, të lutem. Televizorit, po. Po, dhe flasim bashk. Po. Në rast të parë jam korçare. Po. Gëzohemi shumë. Ashtu. Dhe ju uroj shërim të shpejt Klevis Shaqes Njërë, se është një djalë këshëmbëllor, Po. të shkuara dhe ma qoftë, Po. dhe me fitore Skënderbeu. Po. E dyta, dhe për pas nesër, them se që pjesën e parë Shqipëria do bëjë një gol. Të lumë të goja. Shpresojmë dhe ne. Shpresojmë shumë dhe ne. Duam shumë që të shikojmë një ndeshje të madhe. Faleminderit dhe miru pafshim. Gjithë të mirat, faleminderit. Zonja përmendi dëmtimin e Klevis Po, Shaqes. ne në fakt duhet ta ceknim sepse është një... Po shkoj, besoj se me keqja kaloj, nuk ka asnjë domendot Po, të ta marr vetë. Po unë isha e pash, isha në tribunën e qytetit Pogradecit, tek pjesa sipër dhe në e pash dhe në pamje, e pash dhe live, ishte një dëmtim që u duk shumë i keq. Dhe ashtu rezultoi, shpresojmë dhe ne ju urojmë shërim, dhe pse në emisionet e kaluara e kemi thënë shërim të shpejt, meqense e zonja përmendi shërim sa më të shpejt sepse është një lojtar shumë i vlefshëm për ekipin e Skënderbeut. Patjetër. Telefonat sërish. Sot kemi kaluar. Alo. Alo. Po, urdhroni, nga na telefononi. Përshëndetje. Përshëndetje. Nga na flisni zotri. Po, ju dëgjojmë. Alo. Ju dëgjojmë zotri, nga na flisni po ju pyesim. Më dëgjoni. Po, ju dëgjojmë shumë Urime mirë. Skënderbeut. Faleminderit. Suksese, vetëm suksese. Jemi kurioz ta dim nga po telefononi. Unë nga Tiranë, po më origjina ndë jam. Je nga zona jon. Jam i lash me Skënderbeun. Shumë mirë. Mbaj mend që nga Minella Lara, Aleko Pelika, Maksim Tuxharik, ma ka futur një shpull ku bëri Maksim Tuxharik gol Partizanit, që ka la më i vogël, po vjen atë
janë dashamirësi i Skënderbeut, i dëshiroj gjithë mirat dhe sukses i uroj. Shumë faleminderit. Faleminderit. Na vjen mirë që kujtoni legjenda, ikona të futbollit korçar ndër vite. Ne i kujtojmë Po, gjithmonë me e kënaqësi. kam ndjekur, e kam smundje kronike. Shumë mirë. Dhe një koment të shkurtër për ndeshjen Serbi-Shqipëri. Tani më thënë të drejtën, probabilitetin, unë nuk bëj loto, po S'ka gjë, një parashikim. 60-40% do të jetë, nuk e di, topi rëmbullakës, nuk e di, nuk e parashikoj dot. Të shpresojmë në një ndeshje të madhe, pastaj le të ndodhë çfarë të dojë. Futbolli që topi rëmbullakës një gole, ti ngre nervat, nuk e parashikoj dot. Sik me dy presa, s'ke parasysh. Ata për mendimin tim të luajnë denjësisht, përfaqësoj vendin tash. Këtë duam, këtë besoj duam gjithë. Për mua vetëm të denj një fush, për pastaj gjërat të rregullohen. Të shpresojmë dhe ne. Të falenderojmë, faleminderit shumë, gjithë mirat. Shiko, telefonatat sot na nxorën pak nga skaleta dhe vështirë se do arrijmë të diskutojmë të gjitha temat që kemi caktuar. Do t'i lemi javës tjetër, nuk ka problem. Okej, po ta e zaurojmë pak futbollin. Tani do presin telefonat në radhë, do të thënë tani. Po, na vjen mirë që ndiqemi. Shkoj që kemi prapë telefon. Okej. E mirë presim dhe një tjetër atëre. Alo. Alo. Televizioni. Po, urdhroni. Do diskutoni për ndeshjet e futbollit. Po. Kombëtare edhe Skënderbeut. Po, fillimisht ju lutem na thoni nga na telefononi. Unë ju telefonoj nga Korça. Shumë mirë. Që kemi këtu domethënë. Jam ish futbollist. Po. Shumë mirë. Jam 80 vjeç. Po. Dhe më pëlqen shumë kur diskutoni për ekipin e Skënderbeut, rast të parë zemrën që unë e dua shumë, se kam luajtur. Si quheni ju lutem? Po ta them emrin, do më njohin që janë 80 vjeçarë. S'ka që ne kemi dëgjuar. Ne kemi shikues dhe në këta të moshë, kështu që do t'ju njohin, bën mirë ta thoni. Po, njihem si para e kuqon këtu, quhem Enver Sako. Sako. Okej, keni qenë pjesë e ekipit të famshëm në vitet 70, 80? Unë kam qenë që nga viti 57 kam marruar atë shkop klasën sportive. Po? Me veteran Topçiun. Po. Me Kostadinellan. Po. Brezjart. I kam pasur shok feminie. E kam lidhur me ta me të rinjtë, me Gjekon. Pandi Dhembi, Lekotoshi. Jo, ka qenë më vonë Lekotoshi. Ka qenë më vonë, ë? Po me Pandin keni luajtur? Me Pandi Dhembin i kam pas shok ekipi. Shok ekipi. Po. Vojo Manon. Shiko, të gjithë janë figura të ndritura të futbollit korçar, ne na vjen shumë mirë që ju jeni ende pjesë aktive, si i thonë, futbollit, që ndiqni, që interesoheni, aq më tepër që edhe na ndiqni ne si televizion dhe bëni pjesë e diskutimit. Mund të pyesim zotri, më fal, si të duket Skënderbeu këtë edicion në kategorinë e parë? Tashi, unë kam zemër Skënderbeu. Po. E kam shpirt. Po bën lojë kolektive, jo individuale. Po bën lojën kolektive. Gjë e mirë është, patjetër. Ata janë superior. Nëse bën lojë. Do të jenë gjithmonë kampion, po bën lojë kolektive. Po bën lojë kolektive, patjetër. Këtë kërkojnë gjithë trajnerët, gjithë tifozët, atë duan. Dhe një koment të lutem për ndeshjen Serbi-Shqipëri që luhet pas nesër. Tashi, për ndeshjen Shqipëri-Serbi dhe ekipi kombëtar tonë, ajo po bëri lojën prap kolektive, jo individuale. Po bën lojën kolektive, ne do fitojmë. E jap me shpirt, me zemër, po bën lojën kolektive. Të shpresojmë në një paraqitje të madhe të djemve kuqezinj pas nesër. Ata do fitojnë, po bën lojën kolektive. Do me thënë që jo të bëj gollun, jo të bëj gol ai. Po, të shpresojmë shumë. Ju përshëndesim. Faleminderit e juve për mikpritjen dhe përgjigje. Gjithë të mira, shëndet. Shëndetet mira. Okej, tani ti themi Elvisit që ti ndërpres telefonatat që të bëjmë dhe ne mbylljen, sepse kemi ardhur në minutat e fundit të emisionit. Ishte surprizë për ne, sepse kemi pasur telefonata nga gjithë Shqipëria sot. Me sa duket, ndihet kjo atmosfera e ndeshjes me Serbinë. Kjo është, besoj, ajo që i mban tifozët. Unë personalisht kam filluar ta ndjej dhe mezi po e pres
kam një gjithmonë mendjesia është e mirë Petrika, pavarësisht jam I bindur që edhe ti e ke. Që Shqipëria do zbresë në fushë me një ritëm të lartë, me një grind të fuqishme dhe do na shpresojmë të marrim pikët që ne domethënë të jemi të qetë për të folur në emisionin do kemi pastaj ta kemi pozitiv, po njerëzit që na duan na telefonojnë, pra do flasim pozitivisht. Ku shkon mirë, gjëja shkon mirë. Ku nuk shkon, pastaj do detyrohemi të nxjerrim ato gabimet dhe ne kemi për detyrë ta bërë këtë gjë, kështu që. Okej, futbollin evropian nuk arritëm dot ta prekim, por shkurtimisht shumë mirë se nuk jemi në pozicionet e mira. Do kisha dashur një koment të dëgjoja justifikimin e Petrikës për humbjen e Barcelonës. Po javës tjetër mund të fitojë Barcelona, po javës tjetër s'ka, jo, losin kombëtare, kështu që prapë e ke. Te Sevilla do ngelemi. Okej, Pogradeci, Maliqi, Devolli, Maliqi duket mirë. Po ta bëj një analizë të shkurtër Enea, Pogradeci bëri mirë me Çelën. Edhe unë do doja shumë që të menja Pogradecin në atë gjendje, me atë ekip që ka. Sepse janë lojtarë të cilët të vlefshëm kualitativ që do të besoj se do të rikthehen, do të shfaqen. Po patjetër. Sa I takon Devolli dhe Maliqin, janë vetëm 2 javë të para, do preferoja më shumë ti shikoja në vazhdim. Maliqi ka nisur mirë, ca lojtarë të huaj që janë. Maliqi ndeshjen e parë luajti një ndeshje ka luajtur. Po, ka nisur mirë me Delvinën. Okej, ishte një ndeshje komplikuar. Duhet I shohim në vazhdim. Delvina ka bërë merkato tek arbitrat. Kemi një lajm, kemi një lajm interesant që është që blihet, domethënë do rikthehet futbolli në Kolonjë. Më shumë se sa do rikthehet futbolli është një çështje. Unë shikoj se çështje investimi e presidentit italian. Ti edhe pjesë e zonës andaj. Po që gjë mirë, si të thuash, rivitalizon atë zonë me komplekse, do të ketë një takim midis Dukës për një mos gaboj për një muaj nga sot që flasim. Federata do ndërtoj fushat, kompleksin do ta bëj me futbollin, me sportin dhe zona me një tjetër mund ta diskutojmë edhe me gjë radhës tjetër. Okej, erdhëm në fund të dashur miq, edhe për sot në emisionin thashë the me sport, kemi përpara ndeshjen Serbi-Shqipëri, shpresojmë shumë në një fitore të madhe. Lutemi që çunat na dhurojnë emocione dhe do të lëm takim të njëjtën e ardhshme. Deri atëherë bashkë mirupafshim. Mirupafshim.